Mirë se takohemi në mbledhjen e rregullt të qeverisë, të martën pa të mbledhjen solemne për 18 vjetorin e pavarësisë, sot në pikën e parë të rendit të ditës, kemi themelimin e Këshillit Shtetëror për shënimin e 28 vjetorit të epopesë së ushtrisë shqiptare të Kosovës. Shkurti është muaj feste shtetërore dhe krenarie qytetare. Marsi është muaj lavdie historike dhe nderimi i sakrificës. Në kalendar vjetor shkurti vjen pas marsit, shkurti vjen para marsit, por në kalendarin e historisë sonë para shkurtit ishte marsi. E pa 5, 6 dhe 7 marsin nuk bëhej 17 shkurti. Pa flijimin e familjes Jashari nuk bëhej festa shtetërore e Republikës. Pa luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës për liri nuk bëhej parakalimi i ushtrisë sonë në liri. Në mbledhje sot për miratimin ton pret projekt ligji për ratifikimin e marrëveshjes për qasin arsimin e lartë dhe pranim për studime në Ballkanin Perëndimor që buron nga procesi i Berlinit. Përmes saj, pas ratifikimit në Kuvend dhe kur të fillon zbatimi, lehtësohet qasja dhe pranimi i studentëve në institucionet publike të arsimit të lartë, sepse hiqen pengesat administrative dhe afrohen standardet akademike ndërmjet 6 vendeve të Ballkanit Perëndimor. Po ashtu do ta vendosim për votim agjendën legjislative për vitet në vijim. Aty ndër të tjera përfshihen projekt ligji për byron shtetërore për konfiskimin e pasurisë së paluajtshme dhe të pajustifikueshme dhe projekt ligji i ri për çmimet tavan. Të dy zotimet tona, të dy nevojat të vendit dhe qytetarëve, të cilat përmbushen dhe plotësohen shumë shpejt. Në rend të ditës kemi edhe themelimin e 2 ndërmarrjeve të reja publike lokale, Fush Kosova SHA, e para në komunën e Fush Kosovës, dhe Eko Drenasi SHA, që do të ofrojë mirëmbajtjen e hapësirave dhe të ndërtesave publike. Ju faleminderit e tash vazhdojmë me rendin e ditës, siç e kemi paraparë për mbledhjen e sotme, shqyrtimi i propozim vendimit për themelimin e Këshillit Shtetëror për shënimin e 28 vjetorit të epopesë së ushtrisë shqiptare të Kosovës. Të nderuar anëtar qeverisë, epopeja UÇK-s përfaqëson momentin kur sakrifica, guzimi dhe besimi në liri u bën një me fatin e popullit tonë. Qëndresa heroike e familjes Jashari dhe luftarëve të UÇK-s u shndërrua në frymëzim për një popull të tërë që kërkonte shtet dhe dinjitet. Sot, para jush, si çdo vit tjetër, propozoj themelimin e Këshillit Shtetëror për shënimin e 28 vjetorit të epopesë së UÇK-s, e se do të mbahet me datat 5, 6 dhe 7 mars 2026 në këtë përbërje. Zotëri Ejup Maqedonci, Ministri i Mbrojtjes, kryesues, Zotëria Andin Hoti, Ministër për Punë, Familje dhe Vlerat e Luftës Shqiptare, bashkëkryesues, Zotëri Samil Ushtaku, kryetari i Komunës së Skënderaj antar, Zonja Saranda Bogujevci, Ministre e Kulturës dhe Turizmit antare, Zotëria Elbert Krasniqi, Ministri i Administrimit Pushtetit Lokal antar, Zotëri Bashkim Jashari, Komandant i Forcës së Sigurisë Kosovës antar, dhe Zotëri Gazmend Hoxha, Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës antar, si dhe përfaqësues nga organizatat e dalë nga lufta UÇK-s një antar. Ftohen që të dërgohen nga një përfaqësues edhe zyra e presidentes, Kuvendi i Kosovës, zyra e kryeministrit, si dhe asociacioni i komunave të Kosovës. Nëse nuk keni ndonjë vërejtje, ju ftoj për miratim. Kush është për? Faleminderit. Kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e dytë është shqyrtimi i projekt rregullorës për fushat e përgjegjësisë administrative të ministrive. I nderuari kabinet qeveritar, nevoja për nxjerrjen e kësaj projekt rregullore qëndron në përmbushjen e obligimeve të parapara me ligjin për qeverinë e Republikës Kosovës përmes përcaktimit të numrit të anëtarëve të qeverisë dhe të emëruarve të tyre, si dhe të fushave të përgjegjësisë administrative të ministrive në kuadër të strukturës qeveritare. Me këtë projekt rregullore përcaktohen në mënyrë të detajuar fushat e përgjegjësisë së secilës ministri, duke përfshirë kompetencat për hartimin dhe zbatimin e politikave publike, përgatitjen e legjislacionit dhe koordinimin ndërinstitucional. Nëse nuk ka dikush diçka për të shtuar, atëherë ju ftoj për miratim. Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e tretë është shqyrtimi i projekt programit të projekt ligjeve për vitin 2026
dhe 2028. I nderuar kabinet qeveritar, mandatin e kaluar shënuam numrin rekord të legislacionit propozuar në Kuvend të Republikës Kosovës, gjithsej 320 ligje. Në këtë mandat vazhdojmë me të njëjtën vendosmëri për të sjellë ligje të qarta e cilësore në dobi të qytetarëve të Republikës dhe të sundimit të ligjit. Në kuadër të agjendës legislative do të prioritizojmë, pra për vitet 2026 dhe 2028, procedimin e projekt ligjit për byron shtetërore për konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme dhe projekt ligjin për çmimet tavan, të cilët do t'ja përcjellim më pas Kuvendit të Republikës Kosovës. Për më tepër, të gjithë ju e keni marrë tashmë materialin. A do fjalën dikush për diskutim? Fjalën e ka kërkuar Ministri për Komunitetet dhe Kthim Nenad Rashić. Hvala gospodine premijeru, poštovani zamjenici premijera, poštovani kolege ministri, zamjenici ministra. Ja sam u konsultacijama sa vašom savjetnicom Teom hteo da dodamo još jedan zakon u planu legislacije, a to je dopuna izmena zakona o pravima zajednica i njihovih članova. Nismo do sada to uradili ni jednom i bit će možda malo izazovno dok nađemo pravi model, tako kažem, jer pored postojećeg zakona koji je na snazi sada, nismo imali druge te podzakonske akte, a potrebni su nam. I želim da također na neki način pripremimo dokument koji bi bio adekvatan i za ostale članove parlamenta, pogotovo iz redova zajednica, jer za taj zakon nam treba dupla dvotrećinska većina, što bi značilo da moramo malo da budemo detaljisti oko stvari koje ćemo raditi unutar tog predloga i naravno kolege koji budu biti pozvani da zajedno sa nama pokušamo da nađemo jedan dobar model koji bi bio, da kažem tako, u interesu svih zajednica da ga prihvatimo i da kad ga jednom glasamo da to bude jedan temelj u daljoj toj naprednoj našoj viziji koju pokušavamo da predstavimo. Inače, glavni cilj toga bi bio svakako ona proporcionalna zastupljenost nealbanaca u javnoj administraciji. Mi smo o tome ranije razgovarali, mi smo to definisali kroz strategiju koju smo usvojili pre 2 godine, ali implementacija malo, da budem naiskreni, nije baš na visini ovog dinamike koje smo želeli, tako da možda zakonom možemo to bolje da utemeljimo i da to bude jedan novi početak koji bi mogao da da mnogo više mogućnosti zajednicama za dalje razvoj. Hvala puno. Atëherë, nëse është në rregull, në herën e parë, rastin e parë që ta kemi mundësinë për me bërë plotësim ndryshimin e agjendës legislative, mund t'i përfshijmë edhe këto, Ministër Rashić. Besoj që je dakord që kur ta përgatitë një materialin dhe herën e parë ku do të kemi mundësinë që ta bëjmë plotësimin, ndryshimin e agjendës legislative, t'i përfshijmë edhe ato të përmendet ju. Atëherë, ju ftoj për menatim, kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 4 është shqyrtimi i programit të vlerësimit ex post të akteve juridike. Të nderuar anëtarë qeverisë, para jush është tabela e ligjeve që do të nënshtrohen vlerësimit ex post, një instrument thelbësor për të matur efektivitetin real të legislacionit tonë pas hyrjes në fuqi. Përmes kësaj tabele, ne nuk po bëjmë thjesht një listim teknik, por po vendosim një standard të ri të llogaridhënies. Çdo ligj duhet të provohet në praktik, të analizohet për ndikimin që ka pasur në qytetar, ekonomi dhe në institucione, dhe të vlerësohet nëse ka arritur objektivat për të cilat është miratuar. Kjo çështje është vendos fokusin nga miratimi formal i ligjeve te rezultatet konkrete të cilat ato i prodhojnë. Vlerësimi ex post është i rëndësishëm sepse siguron cilësi, koherencë dhe përmirësim të vazhdueshëm të sistemit tonë juridik. Ai na ndihmon të identifikojmë boshllëqet, mbivendosjet, barrën administrative të panevojshme apo efektet e paparashikuara, duke na dhënë bazë për ndryshime të arsyetuara dhe të bazuara në provë. Kësaj garantojmë që ligjet tona të jenë funksionale, proporcionale dhe në shërbim të interesit publik. Do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 5 është shqyrtimi projekt ligjit për ratifikimin e marrëveshjes për qasjen e arsimit e lartë dhe pranim për studime
në Ballkanin Perëndimor, të nderuar kolegë të kabinetit qeveritar, parajosh paraqes për shqyrtim dhe miratim projektligjin për ratifikimin e marrëveshjes për qasjen e arsimin e lartë dhe pranim për studime në Ballkanin Perëndimor. Kjo marrëveshje në nënshkruar me 14 tetor 2024 në Berlin nga përfaqësues të Shqipërisë, Bosnjës dhe Hercegovinës, Kosovës, Malit të Zi, Maqedonisë Veriut dhe Serbisë, synon të krijojë një hapësirë më të hapur dhe më funksionale të arsimit të lartë në rajon. Përmes saj, lehtësohet qasja dhe pranimi i studentëve në institucionet publike të arsimit të lartë, duke hequr pengesat administrative dhe duke afruar standardet akademike ndërmjet vendeve pjesëmarrëse. Me këtë projektligj, ne synojmë të garantojmë mobilitet real akademik, njohje të ndërsjellë të kualifikimeve të arsimit mesëm dhe të lartë, si do të forcojmë bashkëpunimin institucional në fushën e arsimit. Pas miratimit në qeveri, ky projektligj i procedohet kuvendit për ratifikim, me bindjen se investimi në arsim dhe në bashkëpunim rajonal është investimi drejt për drejt në të ardhmen e të rinjve tonë dhe në zhvillimin afatgjatë të Republikës së Kosovës. Nëse nuk e dëm fjalën dikush për diskutim, ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 6 është shqyrtimi i projektligjit për ratifikimin e amandamentit numër 2 të marrëveshjes financiare ndërmjet Republikës Kosovës dhe Bashkimit Evropian për programin IPA 2017 pjesa e parë. Të nderuar kolegë anëtar të qeverisë, ky amandament synon zgjatjen e afatit kohor për zbatimin e projekteve të financuara nga BE-ja, me qëllim që investimet e parapara të realizohen plotësisht dhe të japin rezultatet e pritura për qytetarët tanë. Amandamentin fjalë ishte miratuar në vitin 2024 dhe tani riprocedohet tek Kuvendi i Republikës së Kosovës për ratifikim. Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 7 është shqyrtimi i projektligjit për ratifikimin e amandamentit numër 3 të marrëveshjes financiare ndërmjet Republikës Kosovës dhe Bashkimit Evropian për programin IPA 2018. Të nderuar kolegë, qëllimi i amandamentit të kësaj marrëveshje është po ashtu zgjatja e afatit kohor për zbatimin e projekteve. Propozoj të riprocedohet kuvendit sot për shqyrtim dhe ratifikim. Ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 8 është shqyrtimi i projekt rregullores për procedurën e shqyrtimit administrativ të akteve të komunave. Qëllimi i kësaj projekt rregullore është të përcaktojë në mënyrë të qartë dhe të standardizuar procedurat për shqyrtimin e detyrueshëm dhe të rregullt të ligjshmërisë, si dhe për vlerësimin e përshtatshmërisë së akteve të kuvendit komunës dhe të kryetarit të komunës. Njëkohësisht ajo rregullon procesin e konsultimit paraprak, me synimin që çdo akt i nxjerrë nga organet komunale të jetë plotësisht në përputhje me kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi. Përveç kësaj rregullore, forcohet siguria juridike dhe garantohet ushtrimi i kompetencave në harmoni me rendin kushtetues. Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal është përgjegjëse për koordinimin e procesit mbikëqyrjes dhe për hartimin e raportit vjetor mbi ligjshmërinë e akteve të organeve komunale. Për më tepër e ftoj Ministrin e Administrimit të Pushtetit Lokal, Elber Krasniqin, që ta merr fjalën. I nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar ministra, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, bazuar në mandatin e saj ligjor të përcaktuar me legjislacionin në fuqi, si dhe planin legjislativ për vitin 2025, ka parapar hartimin e projekt rregullores për procedurën e shqyrtimit administrativ të akteve të komunës. Po ashtu, propozimi për miratimin e këtij projekt akti është parapar në programin e punës së qeverisë dhe është në pajtim me afatet e parapara në program. Qëllimi i kësaj rregullore është përcaktimi i procedurave për shqyrtimin administrativ të akteve të komunës, si dhe obligimet të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, Ministrive të Linjës dhe institucioneve të tjera përgjithëse. Kjo rregullore do të vlen për aktet e përgjithshme të cilat nxirren nga Kuvendi i Komunës dhe kryetari i komunës, gjatë ushtrimit të kompetencave të komunës dhe i njëjti do të përcaktojë procedurat për shqyrtimin e detyrueshëm të ligjshmërisë, shqyrtimin e rregullt të ligjshmërisë, shqyrtimin e përshtatshmërisë së akteve të komunës, si dhe procesin e konsultimeve paraprake. Për realizimin të gjitha procedurave të konsultimit paraprak dhe konsultimeve publike të përcaktuar me rregulloren e punës së qeverisë, ju propozoj që projekt aktin e fjalë të miratohet sot. Ju falenderoj. Faleminderit Ministër Krasniqi. Nëse se don fjalën dikush për diskutim, atëherë ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet.
Pika 9 është shqyrtimi i propozim vendimit për themelimin e ndërmarrjes publike lokale Fush Kosova, shoqëria aksionare në Fush Kosovë. Komuna e Fush Kosovës për herë të parë synon të krijojë një ndërmarrje të vetën për shërbime publike. Përveç veprimtarive të tjera, ndërmarrja e propozuar do të ofrojë shërbime mbështetëse, duke përfshirë stafin teknik në qendrat e mikësisë familjare dhe në shkolla. Kësaj grantet për shëndetësi dhe arsim do të orientohen në angazhimin e stafit profesional, duke rritur efektshmërinë e buxhetit të shpenzuar. Për më tepër e ftoj Ministrin e Ekonomisë, zonin Artoni Rizvanolli, që ta merr fjalën. Faleminderit të nderuar kryeministër, të nderuar kolegë. Po ju paraqesim propozim vendimin për themelimin e ndërmarrjes publike lokale Fush Kosova si shoqëri aksionare në pronësi të plotë të komunës së Fush Kosovës. Ky propozim mbështetet në ligjin për ndërmarrjet publike dhe kërkon vendimin e qeverisë. Është shqyrtuar paraprakisht nga Njësia për Politika dhe Monitorimin e Ndërmarrjeve Publike në kuadër të Ministrisë së Ekonomisë, si dhe është miratuar nga Komisioni i Ministrave për ndërmarrjet publike, siç e parasheh ligji, dhe pra është konstatuar që të gjitha kushtet për themelimin e kësaj ndërmarrje janë plotësuar. Ne tashmë e kemi një rast suksesi në ndërmarrjen lokale të ngjashme në komunën e Podujevës, e cila tashmë kryen shumë punë në mënyrë më cilësore dhe më të shpejtë, prandaj besoj që do të jetë shumë e rëndësishme edhe për dy komuna për të cilat po i miratojmë sot. Në Fush Kosovë specifikisht, ndërmarrja do të ofrojë shërbime të rëndësishme për komunën, duke përfshirë mirëmbajtjen e hapësirave dhe të ndërtesave publike, transportin e nxënësve dhe shërbime të tjera për institucionet që aktualisht prokurohen nga operatorët privat. Në këtë mënyrë ofrohen shërbime me kosto më të ulët dhe cilësi më të qëndrueshme, ndërkohë që, siç e tha edhe kryeministri, kjo do të mundsojë gjithashtu edhe një shfrytëzim më eficient të buxhetit të komunës, duke mundësuar përmirësimin e shërbimeve në fusha të tjera. Duke pasur parasysh përfitimet e gjithëmbashme, ju ftoj të miratoni vendimin e propozuar. Faleminderit. Faleminderit Ministri Rizvanolli, a do fjalën dikush për diskutim? Atëherë e hedhim në votim. Kush është për? Faleminderit. Kundër s'ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika 10 është shqyrtimi i propozimit vendimit për themelimin e ndërmarrjes publike lokale Eko Drenasi, shoqëri aksionare. Komuna e Drenasit gjithashtu propozon të sigurojë shërbimet publike përmes ndërmarrjes së vet. Ndërmarrja lokale Eko Drenasi do të ofrojë mirëmbajtje të hapësirave dhe ndërtesave publike, si dhe shërbime të tjera me rëndësi për komunën në mënyrë të qëndrueshme dhe me kosto të përballueshme. Për më shumë e ftoj sërish Ministrin e Ekonomisë, Artoni Rizvanollin, që ta marrë fjalën. Ju faleminderit shumë, atëherë për të mos i përsëritur gjërat, sikur edhe në propozimin e mëhershëm, kërkoj miratimin që kërkohet nga qeveria sipas ligjit. Paraprakisht është konstatuar nga Njësia përkatëse që kushtet janë plotësuar dhe është miratuar edhe nga Komisioni i Ministrave për ndërmarrjet publike. Dhe ndërmarrja do të mirëmbajë hapësirat dhe ndërtesat publike, por edhe shërbime të tjera me rëndësi për komunën dhe qytetarët, me cilësi dhe duke ulur koston. Atëherë ju ftoj që ta miratoni edhe themelimin e ndërmarrjes publike lokale Eko Drenasi në pronësi të plotë të komunës së Drenasit. Faleminderit. Faleminderit Ministri Rizvanolli, a do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 11 është shqyrtimi i propozimit vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit të qeverisë numër 09 3/64 datës 25 shkurt 2022 për zbatimin nga Republika e Kosovës të vendimeve të Këshillit të Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për vendosje të sanksioneve ndaj Federatës Ruse dhe Bielorusisë në raport me situatën në Ukrainë. Në vijim të mbështetjes për kundërshtimin e agresionit të Federatës Ruse ndaj Ukrainës, në përputhje me masat dhe sanksionet e Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës si partner strategjik, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës propozon për shqyrtim dhe miratim vendimin për zbatimin e pakos 19 të sanksioneve të BE-s, si dhe masave shtesë të BE-s ndaj Federatës Ruse. Me 23 tetor 2025, Këshilli i Bashkimit Evropian miratoi pakun e 19 të sanksioneve ndaj Federatës Ruse dhe Bielorusisë, duke zgjeruar listimet individuale dhe duke forcuar masat kufizuese ekonomike
me fokus në sektorët kyç që mbështesin agresionin kundër Ukrainës. Republika e Kosovës ka miratuar 18 paraprake të sanksioneve të BE-s, ndërsa e fundit është miratuar në qeverimin 19 shtator të vitit kaluar, pra 2025. Grupi ndërinstitucional për sanksionet ndërkombëtare ka shqyrtuar përmbajtjen e PAK-os 19 dhe ka dhënë pajtimin për procedimin e saj për miratim në qeveri. Për më tepër e ftoj zëvendës kryeministrin e parë dhe ministrin e punëve të jashtme të diasporës, zotëri Glauk Konjufsën, që ta merr fjalën. Nderuar Kryeministër Kurti, të nderuar zënës kryeministra, të dashur kolegë, ministrat kabinetit qeveritar, në vend të mbështetjes për kundërshtimin e agresionit të Federatës Ruse ndaj Ukrainës, në përputhje me masat dhe sanksionet e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës si partner strategjik, Ministria e Punëve të Jashtme dhe e Diasporës propozon për shqyrtim dhe miratim vendimin për zbatimin e PAK-os 19 të sanksioneve të BE-s, si dhe masave shtesë të BE-s ndaj Federatës Ruse. Më 23 tetor 2025, Këshilli i Bashkimit Evropian e miratoi PAK-un e 19 të sanksioneve ndaj Federatës Ruse dhe Bielorusisë, duke i zgjeruar listimet individuale dhe duke i forcuar masat kufizuese ekonomike me fokus në sektorët kyç që e mbështesin agresionin kundër Ukrainës. PAK-u synon sektorin e energjisë, të financave, kompleksin ushtarako-industrial, tregtinë dhe zinxhirët e furnizimit me madhra ushtarake dhe me përdorim të dyfisht, shërbime strategjike përfshirë teknologjinë dhe inteligjencën artificiale, si dhe ndërmjet masa lidhur me kontrollin e lëvizjes së diplomatëve rus dhe përgjegjësinë për rrëmbimin dhe deportimin e fëmijëve ukrainës. Masat përfshin gjithashtu veprime të harmonizuara ndaj Bielorusisë, duke synuar sektor të ngjajshëm ekonomik, financiar dhe teknologjik në funksion të kufizimit të mbështetjes së saj për përpjekjet e luftës së Federatës Ruse. Duke pasur gjithnjë për qëllim promovimin dhe mbrojtjen e paqes, demokracinë dhe drejtave të njerëzit, marrja e një vendimi të tillë do të kontribuonte në vazhdimsinë e bashkëpunimit të ngushtë me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e me partnerët e tjerë në mbrojtjen e vlerave të përbashkëta demokratike dhe në ruajtjen e plotë të zbatueshmërisë së ligjeve dhe të konventeve evropiane dhe ndërkombëtare në Republikën e Kosovës, duke e pasur parasysh kushtetutshmërinë dhe bazën ligjore të Kosovës, veçanërisht ligji numër 031/183 për zbatimin e sanksioneve ndërkombëtare. Kërkoj nga ju miratimin e këtij propozimi vendimin për përputhje me sanksionet e partnerëve tanë demokratik. Faleminderit zënës kryeministër Konjufsa. A do fjalën dikush për diskutim? Atëherë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Dhe tek të ndryshme kemi një pikë, kemi shqyrtimin e propozimit vendimit për themelimin e zyrës për ekspertizë, zbatim dhe mbikëqyrje strategjike. I nderuar kabinet qeveritar propozoi për ajo themelimin e një mekanizmi të ri, të fuqishëm dhe strategjik brenda zyrës së kryeministrit, zyrën për ekspertizë, zbatim dhe mbikëqyrje strategjike. Kjo zyrë nuk është një strukturë formale, por një instrument me kapacitet drejt për të garantuar që prioritetet e qeverisë të mos mbeten në letër, por të përkthehen në rezultate konkrete. Ajo do të angazhojë ekspertizë të nivelit të lartë për nevojat e gjitha dikastereve, duke siguruar që çdo projekt dhe program i planit punës së qeverisë zbatohet me efikasitet, ritëm dhe standard profesional. Për herë të parë përmes kësaj zyrje të paraparë me rregullorin e punës së qeverisë, krijohet një qendër specializuar për mbikëqyrjen sistematike të projekteve kapitale, për monitorimin e kontratave të nënshkruara dhe për identifikimin në kohë reale të pengesave në zbatim. Kjo do të thotë më pak vonesa, më shumë bashkëvendim ndërinstitucional dhe një disiplinë e re në realizimin e investimeve publike. Zyra do t'i ofrojë kryeministrit dhe mbar qeverisë rekomandime drejt për drejta për masa konkrete, duke shndruar procesin e zbatimit në një proces të kontrolluar, të matur dhe të orientuar drejt performancës. Zyra do të rrisë llogaridhënien, do të forcojë koordinimin mes ministrive dhe do të sigurojë që çdo euro e buxhetit të shndrohet në ndikim real për qytetarët. Me këtë vendim qeveria po vendos një standard të ri të zbatimit, një standard që do të matet me rezultate konkrete në terren dhe me përmbushje të plotë të zotimeve qeveritare.
zyra do të udhëheqet nga i autorizuari im apo i autorizuari i kryeministrit. Dëm fjalën dikush për diskutim? Të juftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Nëse nuk ka edhe dikush në një çështje të rëndësishme dhe urgjente, atëherë shihemi në seancën e kuvendit ku e kemi në lexim të dytë nga ora 11 buxhetin për vitin 2026. Faleminderit.